Të dashur shikues, ju kërkojmë ndjesë për arsye teknike. Profesor, duke parë gjyqin e djeshëm për zonjën Balluku, vihet të re se kuvendi si presidenca bashkë me zotin Rama janë pëmbrojnë zonjën Balluku me pretekstin e imunitetit. Profesor, nuk të kushte, si qëndron teza e zonjës Balluku, a do të arrestohet? Mi mbrëma dashur bashkëdhetar shqiptar të na falni, se kështu janë punët në Shqipëri, njëherë shuhen dritat, njëherë prishen kompjurat, njëherë prishet nga gazetarja, pra të dashur shqiptar të na falni. Kështu janë punët në Shqipëri, ka 35 vjet me ignorancin që janë me qeveri, me të gjithë. Mi mbrëma dashur bashkëdhetar shqiptar, unë shoh në foto 4 figura, unë shgoj presidentin e Shqipërisë, kryeministrin, zvenc kryeministrin, dhe shoh Peleshin, do me thënë kryetar e Kuvendit Popullor. Shoh këta që gjithë shqiptarët i kam patur syt dhe këta 4 ignorantët. Të dashur shqiptarët e mi, u bë pardije gjykata e Kushtetutës dhe si thot gazetarja që avukatët e presidentit dhe avukatët e kryeministrit gjithmonë mbronin kryeministrin, do të thot e hidhin poshtë Kushtetutën. Ashtu si e hodh para ca kohë me kryetar e Bashkisë të Tiranës Velin. Të dashur shqiptar, këta u kanë urdhëruar. Për 35 vjet, nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri siç po bëjnë 35 vjet. E kanë marrë në dorë ignorantët, që në qeveria, që në parlamenti, që në gazetaria, komplet, që në bashkit, që në komunet, janë vënë ignorantët edhe spionët që kanë qenë të serbit dhe të grekut. Po të dashur shqiptar, unë e di që jeni të lodhur, unë e di që ju mezi prisni një ditë të bardhë, nga këta ignorantët që u kanë blokuar ju më të 4 anë, nga këta ignorantët që u kanë lënë pa ujë, pa bukë, këto fytyra të shëmtuara që i shikoni në ekran, këto fytyrë që zbardhëmët presidenti i Shqipërisë. Kjo fytyrë e mbuloi Skënderben për disa herë kur vinte një turk. Kjo fytyrë që është me mjekër, që kërkon të bëhet si Ismail Qemali, një hajdut, një rrugaç, një familje shkatruar nga themeli, një familje që martohen, i ndajnë gratë njëri me tjetrin. Këta ju kanë urdhëruar ju. Një Peleshi që vjen nga rrugët e Korçës, një hajdut që s'ka lëngje pa vjedhur, devollimeve, tërmeti qëra i mblodhi parat dhe i ndan me Edi Ramën. Një zvenc kryeministre që pastronte në Greqi, një agente, bëhet zvenc kryeministri dhe bëhet problemi, o po thuaj ka 3-4 javë që ka ndaluar spakun, ka ndaluar punët e spakut, që spaku paguhet nga Amerika. Pra dashur shqiptar, çdo gjë që këta kanë bërë, erdhi dita e juaj. Erdhi dita e gjykimit direkt nga shqiptarët, gjykim popullor. Erdhi dita e juaj sepse këta ignorantët që shihni, që janë kryesorë, do me thënë, kryetari parlamentit, kryeministri, presidenti dhe fytyra zvenc kryeministria. Sot janë prerë fletët e arrestimit dashur shqiptar. Çdo gjë që bëjnë këta, po unë po habitem me gjykatën kushtetuese, me ata persona që ishën 8-9 veta, që po tallshin me shqiptarët. Kushtetuta e thoshte në rregull, sepse gjykata, prokurorët, i është ndarë nga kryeministria.
nuk mund t'japin urdhër, por këta po tallen sepse edhe ju keni fajt, dashur shqiptar, që jeni në gjumë, që u ka zënë gjumi, u kanë hypur më qafë, u kanë përzën fëmijët për të detit, u kanë vrarë, çfarë s'po u bëj, edhe ujë nuk po pini në tokën tuaj, në tokën e sërgjyshme, në tokën tuaj që është larë me gjak ky flamur. Pra erdhi koha, o zgjohuni, o do përfundoni shumë keq, të dashur shqiptar. Ka ardhur koha, o do ngriheni, jo për luftë, të ngriheni që nga Skënderbeu dhe deri në kryeministria të vini dyve partit edhe të ndisni qirin që të mbaroj njëre mirë, të afrojni vëlla me vëlla, me motër, me mbesat që janë shpërndarë në tërë botën. Pra dashur shqiptar, unë jam nevojkosur sot për arsye se po shoh që ju jeni në gjumë, po tallen me ju. A e shihni televizor kush flet? A e shihni çfarë gazetar ka alfabet? A e shihni çfarë avokat ka? A e shihni çfarë gjyqtar ka? Të veshur me luks, me makina, me vila, kurse ju s'kini buk të hani. Pra, o do zgjoheni, o do përfundojeni shumë keq. Ne kemi ardhur për ta bërë Shqipërinë dhe për të ngritur ju nga gjumi. Nëse ju nuk dini të ngriheni, do përfundoni akoma më keq se çini. Për arsye se nëse populli du ngrihet të flasi realitetin, nëse populli si gjithë bota që ngrihet për një gjë më të vogël, ngrihet sepse çmimi ngrihet, kurse ju naftën $2, ushqimet në skaj të ngritura, ushqimet të farmakosura, dridh të prishur të farmakosur me helm nga sërbët. Fëmijët u amuar dhe janë nxjerrën për të detit, po i mbytsin në përgomonat, po fburkosin në për Evropë, janë mbushur burgjet plote për plot, janë 1.200.000 në Itali, emigrant, ka shumë të burgosur. Në Greqi, ka shumë të burgosur. Ikën njerëzit me këmbë me dorë, po kthehen pa kokë në tokën e Shqipërisë. Sepse qeveria që është, parlamenti që është, presidenci që ka qenë për 35 vjet, kanë qenë anti-shqiptarë. Kanë qenë shqip folsi. A i shini ata që ishe më parë. A i shini këta gazetarë që janë këtu. Ky që është veshur me kostum gri, del në televizor, shan Amerikën, dhe del thot jam jurist, ku e gjeti diplomën e. Pra, unë shoh këtu, dhe nuk po më bën pyetje gazetarja, nuk e di që shoh fotografi këtu. Ja këto punë janë të dashur shqiptar. Me këto lloj njerëz keni punuar dhe me këto do përfundoni. Profesor, spak përballë dëshmisë bomb, Lulzim Basha shkund pozitat e Berishës për 21 janarin. Profesor, spak po mbyll dosjen për 21 janarin. Ndaj zoti Berisha ka filluar plane për protesta? Apo këto situata nuk kanë lidhje? Të dashur shqiptar, ju e dini fare mirë 21 janarin, që janë vrarë nga taraca, nga dritare, vetë nga qeveria. E përgatitur, sidomos nga të dy parti. Të dyja partit janë njësoj, për të leminuar. Erdhën njerëzit për të bërë demonstrat për një ditë më të mirë. Erdhë pa bukë, pa ujë, cop. Edhe aty i vranë. Ka kohë të dashur shqiptar. Edi Rama ka 13 vjetë në qeveri. Pse s'ka bërë? Sepse i kanë së bashku. Por erdhi kohë e fundit. Erdhi sepse spaku paguhet nga Amerika. Sepse byroja kombëtare janë nga Amerika. Në spak kanë erdhur qindra e qindra nga Amerika për të arrestuar, për të mbrojtur ju 97%. Por ju akoma jeni në gjumë. Sa për Luli Bardhin, Lulzim Bardha si e ka ai ka thënë të vërtetë. A ishte ministri brendshëm.
Ai ka thënë sepse ai ishte kukull ministër. Ministri i brendshëm mirë thash, sepse Berisha ka qenë kryeministër. Berisha ka urdhëruar Nanua dhe Edi Rama, të dashur shqiptar, për 35 vjet e një majko, një farë çobani. Pra këta u kanë urdhëruar. Pra unë po u lutem sot, ka ardhur koha, dashur shqiptar, ka ardhur koha e luftës, siç u kam thënë gjithmonë, është minutën të shpërthej, kjo luftë dohet shumë e ashpër në Evropë. Nëse kini fëmijë më disa vende, largoni sa më parë, por më mirë duhet pastruar Shqipëria. Duhet pastruar Shqipëria, dashur bashkëdhetar shqiptar, sepse Shqipërinë e kanë shitur. E kanë shitur, dashur bashkëdhetar shqiptar, e kanë shitur Shqipërinë si kur e kanë pjesët tokat e tyre. Ju e pat vetë, dashur shqiptar, erdhi një farë Ivanke në Vlorë, pa urdhër. Erdhi për qefin e vetë, sepse u lajmërua urgjent nga Edi Rama e nga Berisha, që të hite vëmendjen juve. Pra erdhi këtu në Vlorë, delegacioni makinat, se kur kishte erdhu këtu, presidenti e ku erdhi presidenti Bush, nuk dodhi ajo që dodhi me një farë Ivanke, me vajzën e president Amerikës. Ajo nuk ishte e organizuar që të vinte zyrtare, po ishte private nga Edi Rama. A e mbani mend që Edi Rama para ca kohë erdhi një FBI-s nga New Yorku, pavarësisht se ai nuk ishte me drejtori e FBI-s, ishte pensionist, erdhi këtu, mori para dhe Edi Rama ja uli karakterin Amerikës në atë kohë. Përsëri fillovi me vajzën e presidentit, sepse presidenti, Amerika ka një kushtetut. Kur president besh në Amerikë, nuk lejohen fëmijët që t'jenë me poste mbi 18 vjetë. Do me thënë, dënë 18 vjetë, mbajnë në shtëpinë e bardhë dhe nuk lejohen. Pra, nuk intereson kombi shqiptar se kush vjen këtu. Miliona dollar hargjojnë, mendon të Edi Rama se erdhi Ivanka me gjerin, me një nga Izraeli, pavarësisht se ka lind në Amerikë, me babën ai, do me thënë, krushku i presidentit të Amerikës, ai ka qenë në burg. Pra, Edi Rama, dashur bashkëdhetar, ju e shihni e fotografin, mendonte se do të na hithe neve, po jo, dashur shqiptar. Unë nuk kam thënë që përpara. Amerika është me ju. Është me popullin shqiptar. Amerika e do popullin shqiptar, jo për interes, po e do që ta ngreri. E do sepse Amerika që kur ka filluar është me gjak shqiptari. Presidenti i parë është shqiptar. Shqiptarët e kanë financuar Amerikën. Pra unë e thashe një Disney. Unë jam shqiptar, Amerikan për 300 e ca vjetë. Pra ne, si në Amerikë, e në Shqipëri, unë jam njësoj. Kam ertu për të bërë Shqipërin me kufi natyror, për të shpëtuar ju nga të merri që ka zënë, që ju s'po dilni dot jashtë nga këta rrugachër, që nga presidenti i Shqipërisë, që nga kryeministri, që nga kryetari i kuvendit, që nga zvenc kryeministria, shqipfolës, anti-shqiptar, që u kanë shitur dhe flasën pa pik turpi, do t'i apim Ivankave e Ivankave të tjera, do t'i apim Sazan, që nuk e prek dot Sazani. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, unë po jap një rast. Nëse ju nuk dini ta përdorni, unë po le afat deri në fund të këtij muaji. Nëse ju nuk doni
që të bëjmë Shqipërinë me kufi natyror, rrini si qini. Sepse nëse një popull nuk ngrihet, ahere kemi drejt të alem në dorë tjerëve të bëjnë cop-cop. Po e të proni ju të Shqipërisë, populli shqiptar. Jini në gjumë, kemi erdhur të bëjmë Shqipërinë me kufi natyrore. Kemi erdhur të zgjojmë nga gjumi, të piqini me fëmijë tuaj. Por ju, rini në për kafenet, pini nga i ngotë raki që u talën këta, e nga i kafe, dhe fëmijë tuaj flenë për rrugët Evropës. Pra, o do zgjoheni, o për ndryshe do t'u alem këta t'u bëjnë si të kënë qefi këtyre. Po e të proni. Nëse një popull nuk ngrihet, nëse një popull nuk zgjohet, nuk ka jetë në atë vënd. A e shini se që bën bota, për një çmim të vogël, ngrihet. Nafta prodhohet në Shqipëri, u ashesën $2, që t'jetë jo më tepër se 25 cenca. A e shini që Kosova, Karhina jonë, vjen e merë këtu, e ble këtu, e shet $1. Macedonia, e merë këtu, e shet 98 cenca. A here, çdo të thotë jo? U kanë ju për me qafë, u kanë vrarë fëmi, u kanë darë burre e grua, u jep gjukata, kjo gjukata që është këtu në Shqipëri, anti-shqiptare, e ndanë burrin, jep një dhomë, grua si jep një dhomë për të vrarë. A keni parë këto? Pasunikët që kanë patur, pronarët, nuk kanë marrë një pronë, kurse këta duan të qesën pronat e Shqipërisë. Unë nuk kam thënë, ne kemi në dorë Chelsea, jo vetëm për këtu, po për kudo. Po nëse ju nuk keni dakord, keni qef të rini me këta, do t'u lem. Nuk kemi që bëjmë me. Nuk kemi që bëjmë me, janë mbushur televizorët. Të gjithë, talen me shqiptarët, po dalen lakuriq, po talen me shqiptarët. Kanë eru loj race për të prishur të Shqipërisë. A i shini televizor, a i shini Edi Ramën, ngrihet me gruan e ti, vete në Vlorë, Vlora s'ka ujë, s'ka bukë, kurse restoranta mbushet plot e për plot. Hanë ushqimet e Shqipërisë, hanë gjakun tuaj. A herë në qofse ju, dori të rini slevër, do t'u lem slevër. S'kemi që bëjmë me. Sepse këta atë duan. A i shini fityre. Vjen qupa e presidentit, vjen këtu dhe kërkon të marri tokat e Shqipërisë. Po të mos jemi ne, do të mirëte jo Sazan, po edhe Tiranën. Po jemi ne gjallë. Por aman, nuk do marri një tokë, po do të lem të vuani me këta. Këtë doni, këtë do të abem. S'kemi që bëjmë tjetër me ju. Sepse ju po rini në gjumë. Çdo qeveri që është në botë e ndërron populli vetë. Është ligji ndërkombëtar. Nëse populli do, e ndërron qeverin brenda 24 ore. Por nëse shqiptarët janë bërë njëherë në PD, njëherë në PS, njëherë dhe Leci, njëherë dhe satelitë të tyre, po e shkatrojnë kombin e Shqipërisë. Pra, dy gjëra kemi me ju. O zgjohuni, ka erdhë Amerika, ka erdhë FBI-ja të ndihmojë ju, ambasada rrinë e heshtje. Po ti ishte vajza e presidentit, zyrtare, ambasada dilte. A i shini? Pra, akoma një gjumini të Vlorës. Amo ku jeni o labër, që po talen me ju? Ku jeni Malsorë? Ku jeni Tropoja? Mirdita? Kuksi, që keni liftuar me slavët, po keni ullur kokën, edhe rini u kam bërë slevër.
Kemi ardhur të bim njerëz, po ju nuk e dashkeni. A herën e, po përpiqemi për ju. Edhe unë kam familje. Kam erdhur për ju këtu, për ta bërë. Kurse ju rrini në heshtje. Dale prit të arrestohet qo, po të arrestohet ky tjetri. Pra dy gjëra unë kam me shqiptarët. O do beni njerëz, o do rrini slevër për 3 jetën. Natën e mirë dashur bashkëdhetar shqiptar, miru pafshim të henën. Nëse ju do zgjoheni, do ndryshoj Shqipëria. Nëse ju nuk zgjoheni, do përfundoni shumë keq. Natën e mirë. Profesor, falenderoj. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.